Artistja dhe ish banorja e Big Brother VIP 4, Rosanna Radi ka qenë dje e ftuar në Pardon My French, ku foli rreth eksperiencës së saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por edhe për projektet që ka tashmë pasi doli jashtë asaj shtëpie. Gazetarja Jonida Aliçolli e pyeti se nëse bëhet një tjetër Big me personazhe që janë spikatur All Stars, kë do të doje të kishe bashkëllëtar. Luizin patjetër ka qenë lojtari im i preferuar. Jul Dedën patjetër. Julin e marr. Donaldin patjetër. Edhe Romeon. Larti patjetër. E marr gjithmonë me vete. Nuk më shkon kafja pa Lartin, tha Rozana duke qeshur.